Shkodra përkujtoi sot 34 vjetorin e masakrës së 2 prillit të vitit 1991, ku mbetën të vrarë Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu e Besnik Ceka, si dhe u plagosën 10 qytetarë. Ngjarja e rëndë ndodhi vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve të para pluraliste që u fituan nga Partia e Punës, fitore ndaj së cilës qytetarët e Shkodrës u ngritën në protestë. Para memorialit kushtuar 4 dëshmorëve të demokracisë zhvilluan omazhe kryetarit i Partisë Demokratike Sali Berisha, familjarët e dëshmorëve e qytetarët të Shkodrës. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar. Sakrifikoi për lirinë dhe votën e saj. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha u bëri apel qytetarëve të Shkodrës që në këtë 2 prill të bashkohen rreth opozitës duke hequr paralele mes diktaturës komuniste e qeverisjes së Partisë Socialiste. Ne nderojmë sot të ditë para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne nderojmë veprat e tyre të ndritur, sakrificët e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet ideologjinë e Dobraçit, të krimit, të terrorit. Dhe kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Ndërkaq para gazetarëve, kryetari i Partisë Demokratike Berisha komentoi marrjen si të pandehur nga Spakut, kandidatit të Partisë Demokratike Bart Spahia, duke sulmuar kryebashkiakun socialist Benet Beci. Zoti Spahia na nderon dhe shpejt qytetarët e Shkodrës do marrin vesh se kush është ai që i qeveris aty, se ç'përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Gjatë vizitës në Shkodër, kryetari i Partisë Demokratike Berisha takoi edhe familjarët e 4 dëshmorëve të demokracisë.